kur kam punu të emisioni të Uta Krasniqit, para 13 viteve. Çka lidhet me situatën këtu? Lidhet me situatën, tani unë lidhem me këtë temë, nëse më lejohet me shpjegu. Po? Blero, më ka sjell të hoteli Kurria, pas mramjes që patëm, gjirime, edhe më ka insistu, si burri martuam, që po fletë për martesën time, ka insistu me ardhë të naltë të dhoma e hotelit, me mu. Victory Hotel, e mon me anti shumë mirë. A dhe me bo të ashtuja zemja që? Jo, s'po du me bo, absolutisht. You can sit down. God, bro, let's get some water. A mujna me pi, ka një gotë verë dhe me najtë pak bashkë të dhoma e hotelit, me konje aty. Kjo është, she's a joke. It's the absolute truth. Linda, çka ka ndiku ajo ngjarje në situatën e tashme për ta quajtur Blerën deluzional? Po, sepse mas pari është shpreh shumë egoizëm ndaj meje kur i ka ardhur puna për muzikë që e kam kriju këtë këngën këtu që është bë. Edhe e dyta ka rënë në atë shtrat me mu, me Ganin, në boks Serica, nëse muj me thonë kështu. Edhe mi ka heq mu dhe Ganis mikrofonit, ja ka heq baterit, edhe ka thonë nuk guxon kur kush me të folë, se unë jam këtu, unë e ti heki baterit, hajde na folim, që të rrina plena bërë.